Për këtë arsye, o vëllezër dhe motra, historia më interesante në gjithë historinë e njerëzimit, mbi rëndësinë e amanetit, është nata e hijretit të pejgamberit alayhi salatu sallam. O vëllezër dhe motra, atë natë ai po kërkohej të ekzekutohej. Atë natë ai ishte në kërkim për ekzekutim. Ndërkohë që kjo shoqëri, e cila kërkonte ta ekzekutonte, ishte e njëjta shoqëri që gjithas thesarët i fshihte ke ky burr, la ilaha illallah. I thoshin magjistar, i thoshin gënjeshtari, fund fare kur dojshin me rujt diçka, veni më i besueshëm Mekë ishte shtëpia e Eminit, shtëpia e besnikut, shtëpia e pejgamberit alayhis salatu selam. Çfarë logjike vin për ta vrarë atë natë dhe gjitha sekretet e tyne, amanetet e tyne, thesaret e tyne, pasunitë e tyne ishin të fshehura te shtëpia e pejgamberit alayhis salatu selam. Për shembull, unë kam një pyetje, a nuk ju shkonte në mend këtyne njerëzve që ky njeri, duke qenë se është besimtar dhe profet dhe s'ka lidhje me jetën e tyre dhe me besimet e tyre, këto gjëra dhe pasuri t'u marri, se këta janë qafira, dëmtoi qafirat, bjeri qafirave, hajt mërse qafir është. Nuk ka qenë kjo etika e të folurit apo e edukimit të profetit alayhis salatu selam. Ai po që qafir është për veten e vet. Ti po që burr, po që danoç, ftohej në islam, tregoj që është islami. Jo me përfol, jo me nxjerr vrerë. Se nëse dikush nuk është besimtar dhe ne e dim, edhe ne kemi përgjegjësinë dhe amanetin ton, që nuk kemi po sebeb në udhëzimin e tij. Dhe se kjo shfryrja, sikur ti kënaqesh dhe thua hamës në xhenem, mirë ti bëhet xhenemi, po jam vëlla. Allahu xhel xhelalu e qorton pejgamberin alzem kush e disa herë në Kur'an, për faktin se digje në shpirt. Nëse dikujt i fliste për islamin dhe i nuk pranonte islamin. Kurse të hanë se qafirat, hanë se qafirat, hanë se pa... O zotni, a e po qafir është për veten e vet? Ti çfarë ke bë për këtë qafir? Që me e bë besimtar? E këta njerëz du të them, nuk e kishin fare me ra këtë pjesë, se ku i lam, se ky neve na konsideron jo besimtar, e mund të na rrezikohet nga momenti në moment. Na myllën llogarit bankare. Çfarë ndodhi faktikisht? Pejgamberi alayhis salam atë natë lan shtratin e tij, Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, dhe i tha përpara se të dalin nga shtëpia, kjo është e filanit, kjo është e filanit, kjo është e filanit, kjo është e filanit. Mi përsërit o Ali, ja përsërit Aliu, kjo është e filanit, filanit. Tha dakord, mirë, shtriu tani këtu, se unë do të dal. Erdhën ata, kapën Aliun, e lidhën, i gjujtën, e rrafën, çfarë? Aliu thosh, se di. E lirun drek, pra kanë kapë mëngjes, e lirun drek. Me të maru koha që e lirun, dhe shkoi Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, kisha hongër dajak, kishte nxi. Filloi t'i çojë amanetet gjithë secilit në shtëpinë e vet, pa perëndu dielli asaj dite. Pash Zotin o vëllezër. Këtë qure e kështu muhabetësh apo jo? Po nuk mund të dëgjosh vëlla vetëm se në madhështinë e kësaj feje, i dërguarit të cilit cilësohet në Kur'an, wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed gëzon një karakter, një edukat të përsosur. Sallallahu alaihi wasallam.